Bani mend të ketë ardhur një i madh kështu ke ju. Ka qenë të lënë ballë kësa herë. Po, në rrajtë me mashtrime me gjonën. Ka qenë ta ulan balla këtu? Po, dhe e Plangëris. Pra më tuti akoma se në isha. qendër, ke shkolla. Nuk e pa barin që kishte mbirë në rrugë. Këtu në Gracen nuk janë bërë ato që ne kishim dashur të bënim gjithë bashku. Nuk janë bërë rrugët, janë rekonstruktuar, por nuk janë aty ku duhet. Ne i munduar, me aq mundësi sa ka kjo bashki, të bëjmë disa punë. Kryetari i bashkisë Elbasani nuk bën dot as i rrugë. Njësinë administrative Gracen 2 vitet e ardhshme. Nëse nuk ka Edi Ramën kryeministër, por dhe mua dhe kolegët e mi në parlament. Mirë. Qa do i thoni kur vi prap ta ulandi, se do vi prap? Vjen A ka mua. librash, Ka ik librash, ka ik në e tjere. pas kanë spostuar. Kanë qenë deputete, në kanë knaq me llafet bukura për votimet, për vota. Që e kemi fajin vetë nëse nuk e mbajmë aty, edhe na ti themi o zotëri, shikoj se si është rruga. Nuk du më premtime, boll më me premtime. Sa ato premtime na kanë sjell deri këtu, të majtë të djathtë. Ky vend vu vetëm për rrugë. Asi gjë tjetër. Pa patë rrugën vjen e bën shtëpi çdo banor që ka ikë në Tiranë, ke Kafe Xhavës, Zburgjit, si kanë toka të gjithë, kanë filluar me miell. Po i çikuj kush dëshpohet me sante, kush është të munohet, si mas mundësive. Sepse tokën se lekush. Po rrugës ke çati bësh. Rrugës ke çmë bën. Rrugës ishe. Problema rrugës. Ne këtë kërkojmë, mas i gjë tjetër, kryesorja është rruga. Po. Shëndetësi prap, si tha e zonja që nuk e ku bën. Më shëndetësinë e kemi falas, nuk ka çati vëj. A është falas? Shëndetësi e falas ka qenë ka kohë. Edhe atje falas ishte hapa dollapa. Shko ke spitali, pa 3 milion lekë nuk shkon spital. Ose merr i hes me lekë, se nuk ka pas një me dorë hiç fare. Pa e dokumentuar që duan lekët, Po ç'a fol. por që Vetëm falas nuk ka asnjë vend. Unë kështu di. Edhe i rekomandim ta bëjë 10.000 lekë në dorë i fermieri me çu poshtë. Po jo atje mrena, ilaçet po s'ka spitale në poshtë. në Gracen, ë? Atje në Gracen, ë? Ju shumë faleminderit që na kujtoni që vini, se ato deputet na kanë ardhur, na kanë parë shumë herë, po gjë boshe kret na kanë kënaq me llafet bukura. Shpresojmë ne zërin tua ta Zoti çojmë është i direkt. madh. Faleminderit. Ne do kalojmë tek ty me një herë mbas publicitetit. Do kemi vetëm një ndërprerje shkurtë publicitare. Miqtë e mi, jemi në Plangaris. 8 kilometra, më pak është këtu në fakt. 6 kilometra ndoshta nga kilometri 29, nga asfalti, nga rruga e vjetër e Elbasanit që çon drejt Tiranës. Mandej fillon një shteg tmerri i hapur në demokraci, ku çdo lloj makine e vogël do çaj së do kartë. Shenjat e vajt i kemi të dokumentuar e janë në rrugë, në këtë të ashtu quajtur në rrugë. Këtu nuk vjen kush, as niveloj, as të hedh shakull, as të gërmoj, as me traktor, as pa traktor. Këtu duken vetëm në fushat elektorale, dhe këtë nuk e them unë si gazetar. Sa po dëgjuat nga banorët, do pyesim edhe banorët e tjerë, por në pjesën e dytë, me njëherë pas publicitetit.